Non c'è marijuana qui. Sicuro, 100% non c'è. Questo 100 euro. 60 euro per me, 40 per polizia. Io mi domanderei se voi in Italia trovate una piantazione con 180.000 piante, cosa vuol dire? Che il poliziotto lì è corrotto? Me mbrëma më mirë se keni ardhur në dritare në Vision Plus. Sa po ndoqet një fragment nga një reportazh realizuar nga një gazetar italian në Shqipëri para pak ditësh, i cili ka intervistuar sipas tij një trafikant, i cili shpjegon se kjo bim kanabis i kushton 100 euro, 60 për mua, 40 për policinë. Megjithatë përgjigjet ministri i Brendshëm Sami Tahiri, i cili thotë ju në Itali nëse keni 180.000 kapni një plantacion me 180.000 rënj, kjo do të thotë që polici italian është i korruptuar. Në fakt kjo është pyetja që është truar sfundi, jo a ka kanabis në Shqipëri. Por a është e përfshirë qeveria, është e përfshirë policia me kanabisën dhe jo në luftën kundër kanabisit. Për të folur për këtë dhe jo vetëm, për të folur për rendin, për sigurinë, për aksidentet, për policinë, për dinjitetin e një polici, për të gjitha këto krahasuar në kohë atyshme, kemi një debat shumë të veçantë sonte. Janë 3 ish-ministrat të Brendshëm. Po i prezantoj me njërë, është zoti Stefan Qipa, ish-ministër i Brendshëm, por ndërkohë edhe zëvendësministër i Brendshëm. Mirë se keni ardhur, zoti Qipa. Kam zotin Petro Koçi, ish-ministër i Brendshëm, qeveria Nano, por njëkohësisht edhe zëvendësministër i Mbrojtjes. Qeveria Majko, ndjes. Mirë se gjeta ndritare. Mirë se erdhët. 98-a. Viti që keni qenë. 98-99. Dhe kam zotin Flamur Noka, ish-ministër i Brendshëm i qeverisë zotit Berisha. Mirë se keni ardhur, zoti Noka. Mirë se u gjeta. Do të kemi të tjera intervista, se mos një intervistë është e rëndësishme, do të ndani me ju, intervista me një gazetar meksikan, një gazetar investigativ, fituesi i çmimit të 2016-s, i cili ndan me shqiptarët historitë e tij për kanabisin, historitë e tij të kufirit mes Meksikës dhe Amerikës. Ai jeton në Arizona dhe ka shumë për të treguar për mënyrën se si qeveria e Meksikës dhe segmentën e qeverinë e Shtetit Bashkuara u përfshin me drogën, se si u luftua droga në Meksik, dhe sidomos ai përgjigje një pyetje shumë të rëndësishme, një pyetje që e bën në mënyrë informale çdo shqiptar sot. A mos po të lejojmë drogën do na rritet ekonomia? Jo, thot ai, Meksikës nuk ju rrit ekonomia, përkundrazi. U pasuruan pak duar dhe ndërkohë ju rënua imazhi, gjë që ata e kanë zgjidhur duke i shuar vrasjet me vrasje. Një masakër, tregon ai në fund të këtij emisioni. Ndërkohë, rim në një debat, i cili do doja të niste në këtë mënyrë, pasi kam kontaktuar sot shumë ish-ministra dhe disa prej tyre më thanë, nuk ka pasur drogë në kohën time, nuk kam çfarë them. Në fakt, zotë Qipa, kur kanë nisur problemet, dhe kjo është një pyetje për të tre, kur kanë nisur problemet me drogën, me kanabisin në Shqipëri, dhe me drogën në përgjithësi? Po, realisht unë mendoj si që përmendoj që problemet e rendit sigurisë publike janë shumë të tepër, por me që përqendrohemi te e filluam me të, do ndalojmë te të gjitha. Kushtin e kanabisit, problemet e kultivimit të kanabisit në Shqipëri ka filluar me ardhin e pluralizmit dhe tranzicionit, pra diku rreth viteve 93-94, fillimisht në pjesën disa, do të thënë, biznesmen grek që sjellën në zonat jugore. Lazarat nisit droga? Po, kjo Lazarat në jug dhe në Lazarat edhe në zonat të tjera përreth. Me u kultiva fillimisht si bim farmaceutike, që pastaj më pas diku nga 96-97 atëherë kaloi në që quhet bim narkotike dhe më pas lindi legjislacioni që filluan të dënohet trafikimi i drogës. Ka pas legjislacion, domethënë, po flasim në këtë kohë. Për shembull, në kohën 98-ën që zoti Koçi ishte ministër, kishte legjislacion për dënimin e atyre që kapin me kultivim kanabisi? Ka pas legjislacion, por kuptohet që dukuria krahasuar me 10 vjeçaren e fundit ka qenë më e kufizuar. Ndërkohë problemet e mëdha politike të tranzicionit, situata tilla si 96, 97, 98 kuptohet që krijonin liri për kultivimin e drogës dhe natyrisht pastaj edhe për transportin. Edhe diçka, nëse thuhet që kanabisi lind nga varfëria, nga nevoja për të pasuruar, më të varfër se në 90-ën, mbas 90-s nuk kemi qenë ndonjëherë. Ndërkohë që nuk ka qenë ato vitet e bumit. Bumi është tjetër. Kur është bumi i kanabisit sipas jush? Varfëria është terreni ku krimi organizuar vepron. Nuk është se automatikisht varfëria i çon njerëzit tek kanabisi. Kuptohet që iluzioni që kanë njerëzit që duke kultivuar kanabis, duke shitur atë mund të bëjnë, po themi, një fitim shumë të shpejt, e ndihmon negativisht prirjen e njerëzve për të marrë me këtë gjë.
Por nëse po themi kjo kthehet në dukuri sociale, natyrisht që kthehet në një fenomen shumë të rrezikshëm. Zoti Noga, kur nisi sipas jush bumi i kanabisit në Shqipëri? Bumi i kanabisit në Shqipëri ka nisur pas në vitet 2000. Me 2000. Sigurisht të bëj një korrigjim në atë që tha Stefani. Trafikantët në Shqipëri kanë sjellë në vjeshtën 96-ës, fillim pranverën 97-ës. Era e parë 96-a? Trafikantët në Shqipëri ka ekzistuar si BIM. Se dini çfarë ishte? Por jo, e dinin, por nuk e dinin efektet që përdoret tani. Në Shqipëri ka ekzistuar, kanë përdorur ndonjëherë edhe për qetësimin e dhimbjeve plakat, në jug edhe në Shqipërinë të Mesme. Çështja është kanabisi si BIM për trafik u fut në vjeshtën e vonë të vitit 96 dhe 97. A ishte masiv, jo. Në vitin 2000 filloi të bëjë problem. Viti 2000 ka qenë problem. Ka qenë problem, absolutisht ka qenë shumë problem dhe pastaj deri në vitet 2004 ka qenë jashtëzakonisht shumë problem. Në 2005-ën e mbrapa ka pas, jo pse jam unë përfaqësues deputeti PD-s dhe ka qenë pushtet PD, por ka pas vullnet qartë për ta luftuar. Sigurisht e ndalojmë te kjo vullnet të qartë për ta luftuar. Çfarë do të thënë? I shprehur në çfarë? Do të thënë, vullnet të qartë do thotë legjislacion të fortë, legjislacion, por vullneti është edhe aktivizim i strukturave shtetërore. Ky është. Dhe mos lejim i shtrirjes së mbjelljes, sepse nuk mund të kemi pretenduar ndonjëherë që është zhdukur kultivimi i kanabisit në Shqipëri. Që kur erdhi filloi në rritje. Nuk mund të thuhet që është zhdukur, por ama ka qenë jashtëzakonisht shumë i izoluar. Në kohën e Partisë Demokratike ka qenë izoluar me leje? Jo. Jo, po them si. Ta sqarojmë se si. Në kohën e PD-s, për shkak të rrethanave të 97-s, që ishin gjithë Lazarati për shembull ka qenë fshati i gjithë i armatosur rënd, po ta them, ne përgjithsisht ndiqim një strategji, se Lazarat ka qenë dhe tek tuk në 2-3 fshatra të Lumit Vlorës, në kohën e PD-s, po të them, deri në 2013. 2013 pastaj filloi. Por tek tuk në disa fshatra të Lumit Vlorës, 2 fshatra, 3 fshatra të Marsisë Madhe, këto kanë qenë zonat kryesore. Që kishte, por 90% thon këta, janë sot 90% e zhdukun. Jo, nuk është zhdukur. Ja, rim tek zhdukja. Jo, Pak te mbjellja apo mos ndërpres, unë nuk ndërpres. Jo, kam hapur mos tike kaq shpejt. Është izoluar dhe është pjesa dërmuese, është korrur nga forcat policore dhe është shkatruar. Sigurisht, edhe ajo që nuk shkatrojnë në Lazarat, sepse në Lazarat ne ndiqim një strategji tjetër. Dhe ne kemi thënë, ne nuk kemi mohuar ndonjëherë që në kohën e PD-s nuk kishte hashash, kishte në Lazarat në 2-3 fshatra të tjerë që i përmenda unë, por ama ne ndiqim këtë në Lazarat izolimin e fshatit. Qoftë në periudhën e mbjelljes, qoftë në periudhën e vaditjes, sepse hyrja në Lazarat që të mos kishte mundësi të zhvillohet dhe ç'a ndodhi 2012 ka pas efekt. Kjo mas. Pse s'hynim? Sepse nuk donim që të kishte viktima siç patën në kohën e qeverisë tyre. Lazarati pat viktima dhe çfarë viktima? Pat viktima dhe ajo që ishte më keqja përveç se viktimave policore, pat edhe negociata me bandat nga shteti. Atëherë, të mos i kemë vrapë të gjitha, ndalojmë pak nga pak. Prit. Po. Dhe koha kur hashashi pastaj është bërë mod ndër shqiptarët, është ky 3 vjeçari i qeverisës. Viti si vjetëm është viti i hashashit. Po ta marrim me shenja me simbolikat kineze të viteve që thuhet, si vjet është viti i hashashit. Jo, të them një diçka vetëm për të filluar qysh në fillim me mira që ne jemi 3 ish-ministra të flasim me ju me shifra flisni, po më mirë të rinë... Jo, që nga kultivimi, unë thash ka filluar në të 33-34, po i them me statistika që ka patur raste të ndëshkimit, pra ka patur 14 raste në vitin 93, 26 në vitin 94, me raste që ka filluar trafikimi i kultivimit të kanabis sativa. Ndaj mendim kresisht të kundërt me zotin Noka për raste që thonë që ku ka arritur bumin. Statistikat, pavarësisht evidencave që i mbanin sekret, ne kemi bërë evidenca operative jepet online gjithë. Kush e mbante sekret? Në kohën e zotit Noka? Ishin sekret në kohën e zotit Berisha, domethënë gjithë? Në kohën e zotit Noka, zotit Berisha. Për ashtu Lazarati, dhe ashtu si thot, zotin Noka, Lazarati nuk ka përshin këta fare. Noka do këtë dashur se ka lënë. Po të shikosh, Noka nuk do të ndërvëtë asë ndërhyrje me gjak, si që vetëm një oficer i interforcës italiane. Thoshte, në vitin 2000 fotot nga helikopteri nga italiane, vetëm Lazarati janë mbjell 4.5 miliard euro drogë. Dhe kjo është kur ka qenë, pra Stefano Besati që ka qenë drejtor
vetes zoti Noka. E dyta, zoti Noka, preashtu Lazaratin në 220... Nuk kemi kundërshtuar ndonjëherë që në Shqipëri nuk është mbjellë, o zotri. Kryeministri dhe ministri jotë kanë dalë edhe vjetë, edhe si vjetë s'ka ashart, zero ashart. Këto qa janë këto që po jeni tani? Jo, nuk them Mira tonë, se to kryeministri... Jam një sekundë, them. Ore, deri pra një javë. Jo, ja të them. Deri pra një javë. Ta flasim kjo është historia. Ja të them. Vetë kur ka qenë zoti Noka, ta them mos më ndërprer. Kur ka qenë zoti Noka, në 225 fshatra preashtu Lazaratin, evidencat tuaja, po do n'ju jap dhe me emra fshatrash, që keni kushtuar Lazaratin, zoti ministri ju. O Stefan. Në 2007, 129 fshatra, ka keni kultivuar Lazaratin. Të lutem nga evidenca ditore. Doli ministri zotëria të ministrit, e promoni këto fshatra, dhe indorë direkt komunikatat që mashtronte. Ju që ka pas fshatra. Tani, të lutem. Dumi vlorës malësia. Pra, në 225 shatra. Po ju 225. Unë po them, tani ka mundësi. Po t'jap në fshatra. Në qarkun e Berati 6 shatra, në Dibër 14, në Durrës 25 shatra që ju, me evidencat tuaja, i keni azjesuar. Tregon ti evidencën e mia? Evidencat në vitin 2007, 129 shatra, në 2008, 132 shatra. Tani, a ka mundësi? Si ka qenë kontënde. Po, nga evidenca që ka dhënë vetë që kishit tepër sekrete. Tani me kjo flasim për tani me këtë përkull. Partje doli Guardia di Finanza dhe e tha, ja ku ke shifrat, ja ku ke shifrat sa ka azjesuar. Edhe shifrat që të regua ty janë të Guardia di Finanza. Në vitin 2016 që ju e quani boom, janë 30% më pak sipërfaqe kultivuar nga 2013 që ka qenë zotrote, minister. Dhe këto shperë si japun, flamur, japu i the. I ke jep Guardia di Finanza. Se mirë më se jep ti unë. Jep Guardia di Finanza. Tani, mirë një këta. Do ndalim ke një tjetër. Të thonë një Rodina, të ne dishkajnë pastaj mbyllë. Vetëm që ta ndalim kohë, se pastaj do flisim rosisht. Ja një sekundë, flamur, të mbarojmë pastaj vazhdoj. Raporti i Departamentit Amerikan Shtetit. Institucion shumë serios. Thot, qeveria Berisha, prodhimi për vitin 2013. 2013. Raporti. Thot, prodhimi vendas i marijuanës mbetet i lartë për të tretin vit radhazi, pra 2010, 2011, 2012. Edhe pse nuk ka vlerësime zyrtarit totalit të kultivuar. Sepse, thash, Lazarati ishte një që sfyet, nuk fute dhe është ajo politikë në vitin 2014. Ore, qaj du thonë ti mu? Si pas raporti, rritje dramatike e sekuestrimit të lëndve, rritje dramatike e sekuestrimit të lëndve narkotike dhe arrestimeve. Jo, për Lazarat të mund që e ke priashtuar. Në gjitha, departamenti thot, qeveria Berisha, prodhimi vendas i marijuanës mbetet i lartë për të tretin vit radhazi, 2010, 2011, 2012, dhe pse nuk ka vlerësime zyrtarit të totalit të kultivuar. Një. Në vitin 2014, raporti i Departamentit Amerikan Shtetit, rritje dramatike e sekuestrimit të lëndëve narkotike dhe arrestimeve. Kjo mund të atribuohet intensifikimit të bashkëpunimit me partnerët rajonal, sidomos me njësitë e vazhdimit të policisë italiane, kombinuar me një angazhim më të madh nga ana e lidershipit politik. Një sekundë, dhe autoritetet e ligjit zbatuese për të përballur me prodhimin dhe trafikimin e drogës. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vit 2015. Autoritetet shqiptare kanë shënuar një vazhdimësim breslënse e arrestimesh dhe sekuestrime. Pra, raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit nuk janë. Ja ku është, një sekundë. O ti, zoti, ke një... Ja raporti, ja që ka thënë gazeta, dhe në evidencat e tua, po do. Dgjoj. Unë dhe ti kemi një ndryshim. Po pra, unë dhe ti kemi një ndryshim. Unë disponoj këtu raportin dashit edhe shqipe dhe anglisht. Këtu, ja ku është. Edhe ky është anglisht dhe këtu është fillon shqip, ja ku e ke. Edhe anglisht. Në përkthim, nuk ketaj shumë gabime. Të lutem, jeta sqaroj një gjë. Edhe shqip, unë nuk e përkthej, se nuk jam unë nga ata që mund përkthys, por po të tregoj një gjë. Këtu edhe shqip ti ke raport që të bën saja. Ky është ndryshim i madh. Unë originalin në Departamentit Amerikan të Shtetit. Ata marrë osnëria. Të lutem. Tani raporti çfarë thot? 2013. Autoritetet shqiptare kanë realizuar rritje të konsiderueshme në kapjen e drogave dhe arrestimeve për 2012. Një rritje në aktivitetin e zbatimit të ligjit fare trajnimit dhe teknikave më të mira policore përfshin rritjen e analizës risku dhe përdorimit të pajisjeve thot. Po. Me që po flet ti për atë që ke thënë.
thot rritja drastike në kapjen e marijuanës në një rritje 175% krahasim me parë. Prit, këto ka një gjë, kur të marrim i dashur, kur të marrim të lexojmë apo të citojmë raportet e alatëve dhe partnerëve, sidomos raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ne duhet të jemi shumë korrekt në citimin e tij. Absolutisht. Prit. Po prit pasi ti nuk e di gjë që ministri jot dhe kryeministri jot ja fusin shpatën në parlament se të lexojnë. E vën gojë departamentit gjëra që si ka shkurt departament. Kjo është Dhe unë ja ku jemi ne. Ta jap, të lutem ata marrëse. Edhe unë kam në origjinal vetë. Nuk do hyr ajo. Ti e ke çat ka shkruajt. Sa i mirë mos zoti. Unë po them origjinal. Ne po tregoj. Ai pas ka gazetën Panorama zoti. Po gazeta Panorama. Po them raport. O zonjë, unë kam mbrojtur raportin, është raport. Ky është raporti dhe thot gjithmonë departamenti thot Shqipëria është përpjekur të vazhdojë pritje. Nuk e Zonë Lazarat vazhdoi të ketë potencial të frikshëm. Si çfarë thot? Kush thot? Merë lexoj. Tani që ti japë Lazarat, ti duke kujtuar se do më thuash mua Lazarat edhe unë ta mohoj. Po mor zotri. 391 hektar vetëm Lazarat. Mund të pushosh tash. 391 hektar. Se dalin 391 hektar në ka 400 hektar sot po mbledh aty do ta marr. Ta marr. Shikoj. Ta marr dia them. Po thuaj cilë shat. Atë marrëm këtë. Atë marrëm këtë që po flas. Po, dëgjoj raportin tu mbase. Me që më flet për raportin, dëgjoj raportin. Zoti dëgjoj raportin. Po levat. Si dëgjoj raportin. Ti thua sa ti të. Unë jam serioz. Si dëgjoj ja raportin. Edhe tonë ka po ti s'ke fajin tonë. Ja, 3 vite. Në 2012 thot raporti. Mbaj mend të zonjë dhe verifikoj në rast se janë të vërteta, në rast se janë të vërteta. Shqipëria vazhdoi të përmirësojë përpjekjet. Pra, raporti gjithmonë thot çështën që shteti përmirëson, se është marrëdhënie ndërshtetërore, o zotëri. Këtë ditë ke qenë ministër e jeshtë ministër. Ti çka kujton ti? E thot vazhdoi të përmirësojë dhe duke theksuar hartimin e një strategji kombëtare deri në 2020 do thot, por ama shif çfarë thot tani. Shif çat ka thënë. Po flavor. Fal, se do me fjalë na me grafiku, na. Ja se ke tëndën ja. Flavor. O zotri, faj nuk ka faj as shqiptarët. Ja grafiku. 7% e ka asgjësimin. Ata marrë. A folëm kur folë? 7%. Do ta lëm gjithë plasun gjoti. Debat. Orë 1% mund ta kemi. A do më dëgjosh? Po. Ashtu dëgjoj. Tani ka një gjë, nuk kemi faj as, s'kam as unë as shqiptarët që votuar Ilindjen. Që Edi Rama vuri një njeri që merret vetëm me show dhe s'ka lidhje me ministrinë e brendshme. S'është argument. Ta marrë po çiça bëjmë krahagjosliqe, o zotri, bëjnë krahagjosliqe. O zotri, raporti është raport. Lexo, ta lexova raportin, pra ky është raporti. 2013. Lexoj verifikoj edhe me emër me mbiemër. Zotri, tani që t'japim, u them t'japim pak udhë të mirë debatit, sepse kështu s'po. Jo, dakord. Populli nuk e ka në dorë këtë raporti është në internet. Unë prandaj them, ti mbaj mend çka kemi thonë se e ka kushdo është në internet. Ka një gjë. A ka thënë raportit për zotëri Departamentit Amerikan Shtetit për çështjen e tranzitit të kokainës dhe të heroinës në Shqipëri në këto vite që është i frikshëm. Flas për kanal, si do ta them për kokainë dhe heroinën, do ta them. Jo, lexoj ku e ke. Nuk ta ka thënë. Lexoj ku është. Po kemi lexuar ambasadori amerikan ta lexoj. Por ku ka laboratori, i fushkruajës laboratori laboratori Zibrakës ne kemi ka prokuroria me Gjermandov që ka kapur. Çfarë duhet thotë ke kapti? Po të themur po 20 kg shqiptarët laborator për të parë Shqipëri laborator që vjen. Prito Stefan mos më laborator. Janë duke thënë laborator. E dyta. Kemi shqiptarët zotri jetojnë në Shqipëri si në kohë. Do da raporti 2016. Ja raporti 2016. Jo, s'është apo ta them 30% më pak nga 2013 ke. Shqiptarët mor zotri. Jo, ne evidencë kanë jetuar si në kohën kur ishte Sali Berisha me qeveri dhe unë si në kohë që qenë Rozin Basha kur ka qenë Bujanishvili ministër. Po 225 shatra në kohën e zotri. Pra shto Lazaratin. Pra 225 shatra plus 391 hektar që ka Lazarati. Po kujt ja thuti? Ja thon tjetër gjë kinezë. Mos i duhet të thon kinezë. Jo, them tamam. Po shqiptarët që vinin ty, po janë ore 4.5 miliardë euro. Vetëm Lazarat mos zotri. O zotri. 390 hektar. 390 hektar tok, ja ku ke. Edhe kur isha unë edhe kur është ky. Po pra, ky Lazarati tani s'ka. Nuk Lazarati. Po ke punë Shqipërinë Lazarat. Po 17% o zonjë. 30% më pak. Atëherë që mos më ndryj. Mos bëj gabim ndryje. 17% të territorit zonjë ka kontrolluar Guardia di Finanza tash. Tani. 7% tani?
Tani 17%. E tha në ligjërat drejt, a ditë dhe pranoi edhe territoriot. Prit. Dhe çfarë ka ndodhur? Në këtë 17% të territorit, 17% më shumë nga jemi më parë, orë fluturimi. 5 herë. Dhe në këtë 17% të territorit, Flamur, unë shak konferencë, ja 17% më tepër orë fluturimi nga jemi më parë. O zotri, unë po të kam patur kontakt direkt me ta personalisht. Sepse jam në kryetari i Komisionit Sigurisë. Këtë vit ka pasur 17% më shumë për orë fluturimi. Ja, 17%. Ja, kjo është. Çfarë duhet thonë ti më? 17% orë fluturimi më shumë nga jemi më parë. Edhe sa i mirë thoni këtë më. 17% orë fluturimi avionin më shumë nga jemi më parë. Kjo është 17%. Jo. Ore, lesh tu aty jo, më çfarë thon italian. Po çfarë thon italian tova? 17% territorit. Dhe çfarë rezulton? Në 17% territorit që i kanë çuar ku kanë dash këta, ata kanë konstatuar E vendos Ministria ku shpjeguar? Se informacioni e vendos te Ministria? Po. Ministria e vendos. Sepse ta them unë, sepse italianët, Guardia di Finanza orientohet, do shkosh tu. Se nuk i dia di territorin tonë. Sa për djeni? Dhe orienton policia. Në 17% territorit që kanë kontrolluar, që i kanë lënë këta të shkojnë, zonjë 5 fishim të kanabisit është konstatuar. Të sipërfaqes, 5 fishim. Të lutem. Ta japun kronikën e Guardias se të mos bëjmë debat. Ma jep pra kronikën. Monitorimi ajror me Guardia di Finanza ka zbuluar 2086 parcela me kanabis, rasuar me 1386 të tilla vitin e kaluar. Në prezantimin e shifrave të operacionit kundër drogës me partnerët e Guardia di Finanza, kreu i policisë Aki Çako tha se në vitin 2013 përqindja e zonave të shkatëruara nga policia ishte 7.5, ndërsa për 2 vitet e fundit mbi 99%. Verifikimin në terren dhe nga ajri për asgjësimin e plot të këtyre parcelave, ka mundësuar identifikimin e 2086 parcelave krahasuar me 1386 të vitit kaluar. Verifikimi i kultivimit parcelave më të vogla të shpërndarën në territor, edhe pse në disa raste janë konstatuar grup parcelash pak më të mëdha. 27 raporte monitorimi krahasuar me 35 të vitit të kaluar, në një raport janë përfshirë më shumë fluturime se sa pasqyrimi më parshëm. Përqindja e lartë e parcelave të asgjësuara sipas kreut të policisë kriminale italiane përkthehet në numrin e shtuar të fluturimeve. I dati come illustrava il colonnello. Të dhënat që ilustroi i koloneli duhet të lexohen me të njëjtat parametra. Teknologjia ka ndryshuar. Këtë vit kemi pasur një risi edhe me praninë e farës vietnameze. Numri i orëve të fluturimit mbi plantacione është rritur e të dhënat përfundimtare mund të na gënjejnë. Por një gjë është e sigurt, se parametrat ndryshojnë nga viti në vit. Por ajo që ka qenë një problem për policinë shqiptare është fara vietnameze, një lloj kanabisi i cili rritet në pak ditë. Lënë theksohet se në këtë vit është evidentuar një bim narkotike me cikël më të shkurtër, 45 ditëshe, por me një efektshmëri të prodhimit të bimës më të ulët nga ajo e para, e cila rezulton të ketë një përfshirje rreth 70% sipërfaqes më shumë nga bima tjetër. Për autoritetet italiane, trafiku i drogës që nga kultivimi e deri në shitje ka qenë një proces mjaft i vështirë për të çrënjosur dhe në Itali. Sipas koloneli Joselito Minutos, vetëm në rajonin e Puljes u deshën 20 vite, e i pyetur nga Vision Plus se sa i duhet Shqipërisë, Minuto i përgjigjet kështu. Io spero comunque meno di 20 anni. Unë shpresoj sidoqoftë duke kthyer këtë pyetje juaj që të duhet më pak se 20 vjet ka. Në mbyllje koloneli nuk kurseu batutat kur sugjeroi se cila është mënyra më e mirë e zhvillimit të pronës në Shqipëri. Poi mi lasci dire una cosa. Më lini të them dhe një gjë tjetër. Se io avessi un ettaro di terreno non coltiverei grano, coltiverei stupefacente. Nëse unë do kisha 1 hektar tokë në pronësi, nuk do mbillja gru, po lënë narkotike. Është